Selam aleikum hoxh. Kam një muaj, falem 5 vaktet. Si të përshëndrohem në namaz? Dua me shpirt. Kam mendime, thot. Aleikum selam wa rahmetullah. Elhamdulillah që ta ka mundësu Allahu me I fillu 5 vaktet. Është mirësi e madhe. Pasha Zotin është mirësi e madhe namazi. Masha Allah. Allahu të rujt, Allahu të forcoft, Allahu ta mundësoft ta falësh namazin vazhdimisht. Të këshilloj që kur ta falësh namazin, të mendosh sikur ky është namazi I fundit që po fal. Salli salata muwaddi', thot profeti alayhi salam. Pra në hadith, kuptohet prej hadithit pra fal namaz si namaz lëmtumire. Mendo po ashtu se je para Allahut të lartësuar. Mundohu ato sure që lexon të dish edhe kuptimin. Dhe mendo se po qëndron para Allahut të lartësuar. Mendo si kur është namazi I fundit që po fal, me lejen e Zotit Gjithësisë, ke për ta përjetuar më ndryshe namazin. Dhe ke për qenë pra më e përqendruar, ose më I përqendruar pra në namaz. Dhe mos harro, kanë shpëtuar besimtarët, ata të cilët janë të përulur në namazin e tyre. Allahu na bof prej tyre, amin.